Adriatik, Ramsi, 4 heq maskën, këto sigurisht nuk janë fjalët e tij, është përmbledhja e gjithë kuptimit që ai ka thënë. Lam të mirë spa, kjo ka ndodhur dje, në mbledhjen që ai ka bërë me atë grupin e vet parlamentar te Pallati Brigadave, që janë si mort në fakt, është çudi e madhe çfarë errësire është atje. Një dritë e keqe shumë, nuk e di sepse ka zgjedhur atë pjesë, ndoshta mendon se është pompoze, po se kuptoj fare, por çon si ka, kjo është formë. Edhe këtu Adriatik ne mund të fusim gjithçka. Pikërisht te ky titull mund të fusim gjithçka. Pyetja ime e parë është e thjeshtë fare. Adriatik, a mos ndoshta ky është një lajm i mirë? Pra, për te faktit që te njëjtën parlamenti shumica e Ramsit 4 nuk do e japin, se u vendos ajo, dhe në fund e bëri bile ka përshtypjen se duhet kemi disa imazh, do i shohim tani bashkë para se të jap fjalën ty. E Vulosi tha, kulla e barit nuk do të digjet. Filmi i famshëm shqiptar që se mban mend. Le të shikojmë imazh dhe rikthehemi në studio. Jepi Ledio, për Adriatikun. Duke na vënë në pozitë absurde ne, shumicën socialiste, që i kemi dhënë shpirtin betejës për reformën e drejtësisë, po i kemi vënë dispozicion dhe lëkurën drejtësisë pavarur. Bëni që keni për të bërë. Më kjo ç'është tani më burr. Si u ka ta ndis ky njerik shumë më? Nuk është... Po ç'a ndodh më karimin e moshës më? Ç'a po ndodh më burr? Ky ka qenë elegant shumë dikur më tiku. Dëgjoj. Ky i rinte kishte një distancë higjienike nga kamerat. Fliste rrjedhshme, ç'a i ka ndodh më burr? Ora tiku. Si mund të bëj njeriu në këtë moshë? Ve i dani mishët e buzëve kështu, por ç'a i ka ndodh të njeriu më burr? Edhe që u ka ikur fuga e ka këtë problem. Sa ishte ai ndri fuga, këtu ishte pak më i kishte më elegant. Si u ka ik fuga i shkret? Ku nuk ja thot njeri, mor, si mu ta bëj kështu? More Rams, dëgjoj Ariani, dëgjoj Rams. Po më një sekond. I bën vetë, mor, i bën vetë të gjëra. Këtë i bën vetë, mëse nuk ka mund të thot dikush bë kështu. Ja, imagjino tani unë në emision të bëja kështu gjithkohon. Çfarë estetike shëmtuar, çfarë neveri, si ka mundsi, pse? Është i pari vendit, më duam ne, kemi natë, kemi xha, nuk ka rëndësi. Njeriu e mban pak veten më burr. Nuk është Arian Çani, mor, që mund të bëj ç'të dojë në emisionin e vet, sepse nuk kërkon as votë, as gjë, mor. Që mund t'ja bëj kështu. Si mund të bëj kryeministri? Po. E shifi atje pafundi, nuk i besoj asyve, mor, burr. Mbaj veten plak. A? Mbaj veten. Mbaj veten. Ledi është freni pa parë. Ledi mos e nuk ja vren fare të komentojmë këtë, dhe Tikut nuk do t'ja ja fare këtë lloj angazhimit të komentojmë. Rëzimin e kërkesës pruris posaçme, kundër korrupsionit dhe krimit organizuar, për dhënien e autorizimit për arestimin, heqjen e lirisë deputetes zonjës Belinda Balluku, mosdhënien e këtij autorizimi, pasi nga shqyrtimi i materialeve dhe rrethanave që shoqërojnë kërkesën e pruris posaçme dhe relacionin përkatës, nuk rezulton të jenë evidentuar domosdoshmëria e vendosjes një mase të tillë në raport me ushtrimin e mandatit parlamentar dhe me funksionimin e institucionit kuvendit. Ç'është ky Uliziu, më ç'a është Uliziu? Po ç'a personazhi? Ja të shohim dhe tjetrën dhe pastaj rikthehemi. Jepi tjetrën Ledio. Kemi disa sinkrone kështu nga ato djeshmet. Jepi tjetrën Ledio. Unë nuk jam në një si procedurave të kuvendit, po personalisht ja kam thënë dhe shokëve të Këshillit Mandate, po t'isha një nga ata, unë do i ktheja mbrapsht. Ato 16.000 faqet, si një qasje jo serioze. Më hapur se kaq, tani dëgjoj. Le se ç'buj unë këtu se unë vdes për këto mimikat, çu i kam qef dhe nuk kanë si ç'a bën ky. Thelbin e fakt. Ç'a po na thot ky vëlla? Ju lash deri tani me fjalë tjera, ç'a po i thot njerëzve ky? Edhe aktorëve që janë kundër ti. Po ju thot tiku, përfshit e ty. Brenda, se ti aktor kundër ti, aktor politike, edhe s'ke marr pak, e marr 60.000 vota, 70.000, dakord? Po ju thot, shiko zotëri, ju lash gjithë këto vite, bët qa bët, ca njerëz që s'më hynin shumë në punë, Erion Velia, këta beqja ja u lash, se nuk është se humbja në gjithë madhe, tani këtu te Balluku, vlla, stop, këtu është vije kuqe, unë nuk ju lëm më, pik, mbaroj kjo histori. Pra, unë mendoj që ky është një lajm i mirë, e di pse? Nuk mund të akuzosh, do të më pas kësaj Edi Ramën, alias Ramsin 4,
ti thuash që ti je hipokrit. Doli hapur, hoqi maskën, prandaj nuk ka vënë heq maskën. Tani ky është i lajmi mirë. Si e përdorni ju Adriatik Lapaj, në këtë rast partia juaj, ti vetë, si e përdor këtë dinamik të re politike, se kjo është dinamik e re politike? Nuk kam pas asnjë dyshim për këtë që ndodhi dje. Po tani është fakt. Ja, po ta shpjegoj. Dhe Jepi. ndaj kam bashkë me shumë të tjerë mbi 97 ditë që po protestojmë në një formë qëndrese përballë makutërisë së këtij njeriu. Këtu jemi dakord. Po. Po për te kësaj, të hymë të politika. Por te politika. Tani praktikisht ai dhe të vetët dje i dëshmuan të gjithë qytetarëve, qofshin ata që kanë votuar Partinë Socialiste, qofshin ata që nuk e kanë votuar. Po pra. Se qasja e tyre pro drejtësisë ishte thjesht një fasadë. Po pra. Prandaj thash heq maskën. Eksakt. Ishte maskë për Tani gjitha. edhe unë këtë e shoh si një lajm të mirë, Është lajmi mirë apo? sepse tashmë lufta ka nisur realisht. Nuk ka më jo po lajmësi, jo po nga pas, jo Jo po Bashkimi Evropian nuk na fut se andej këtë, se andej këtë. Tashmë lufta është frontale. Cila është lufta? Lufta është Edi Rama dhe klasa që ai përfaqëson nga njëra anë dhe drejtësia nga ana tjetër. Tani qytetarët këtu nuk mund të bëjnë më se hir. Se o do rreshtohen me këtë sjellje qasjet e Edi Ramës, Siç u rreshtuan në disa vendet e Europës, edhe në Izrael, por që Netanyahu nuk e hodhën dot. E mban mend që kjo gjë për të reformuar reformimin e drejtësisë që po bën Ramsi tani, ka ndodhur disa vende. Por në disa vende është re qeveria. Më duket në Rumani ishte para pak kohësh, o në Bullgari o Rumani, një gjë nga këto në Bullgari, në Izrael më duket në të roqën edhe ata, se Netanyahu, tani më të Netanyahu ishte para një viti e gjysmë, 2 vjetësh. Po çon si ka 2 vjet ka apo? vërtet është. U të roqën, pra qeveria të riqe tenton, është natyre pushtetit, tenton që ta inxhinjeroj atë ligjin, që mos e lëj drejtësinë të futet. Tani Këtu është betejë juaj. Tani, qytetarët ose do rinë në heshtje dhe do pranojnë Edhe në Ukrainë u të roqë. dhe do pranojnë këtë që ai ka bërë, ose do rreshtohen krah ndryshimit dhe drejtësisë dhe do i vendosen përballë si një blok solid i pathyeshëm. Deri tani s'ka asnjë gjas. Tani deri tani fakti është që një grup qytetarësh në mënyrë të përjavshme, të përditshme, Që jeni juve. po me rezistencë 24 orë, çdo pas dite forum, çdo 2 javë thrasin protest, në një 3.000, në një 4.000 e merat, po qëndrojnë dhe nuk po lën hapësirë që të zbatohet parimi. Po ç'e efekt ka kjo? Ka shumë efekt. E di pse, sepse në këtë rast protesta ti e di mirë se unë, Po? duam ne, sasia ka shumë të bëj. Pa merren qikat mikrofonin në dorë. Mere. Ngrihet drejt. Ah, Ngrihet mbahet dorën kështu. po më ja. Po mbajnë qik 20 minuta gjysore ashtu edhe të them unë sa do të peshoj ai mikrofonin në dorë. Po patjetër që është e Do të lodhshme. këpus dorën. Është e lodhshme, po jam Pa tjetër, dhe ne atë po bëjmë. Psikologjikisht, poshtë zyrës së tij, çdo ditë, pa u tremur, çdo moment, Pra është po i themi, operacion psikologjik. po na vjedh dhe i hajdut. Dhe nuk është fort e kollajt, sepse në 3 muaj, personalisht unë jam proceduar penalisht 5 herë, E di, mo, të kam ndjekur. dhe në 48 orët e fundit, më kanë kauzuar penalisht 2 herë për 3 vepra penale që është pushtimi i tokës, pra pas kam pushtuar tokën unë aty, ndërkohë që këta ndërtojnë miliona metra katror pa leje, 2, tubimi pa ligjshëm, ndërkohë që ne e kemi njoftuar dhe kemi kaq e kaq. 3 ju ka marrë gjithë plasmasë dhe gjithë çadrat që keni Po, atje. dhe e treta, për prishje të rendit dhe qetësisë publike. Pra ai pretendon që ne të shkojmë të protestojmë, po pa ja prish qetësinë e Edi Ramës. Ne ndaj kemi vajt, ti prishim qetësinë, ti themi që na vjedh, ti themi që janë Vetëm një gjë në fakt që nervozon kjo është. Tani, sa herë kalon ai? Si më shkonja në ato që të vjen te vetë. Sa herë kalon ai? Eksakt. Sa herë kalon ai? Ne i kujtojmë një të vërtet që ai tmerrohet. Dhe sa herë kalon ai, vin banda e krimit që ka vesh uniform policie dhe na merr ne zvarr, na sekuestron karriget, na sekuestron plasmasin, na çon në polici. Tani më shumë se rezistenca e pandalur, si ajo pika që bie te guri po e bën vrym. Se kjo që po bëjmë ne nuk ka me mjetet demokratike. Jam dakord me ty. Imagjino se ku të kishte asasi me vete njerëz. Tani çfarë ndodh? Kjo është gjuna. Çfarë ndodh? Që lëvizja ju është brillante, për ditë atje, imagjino se kur të kishit jo më shumë, po ta them unë, jo më shumë po 2000 veta. Tani, Vetëm 2000. çfarë ndodh?
E, kupton çdo më thënë 2000 veta aty. Ajo pika jon atje, nuk gryen vetëm Edi Ramën. Jo, ajo, të thash pa, Edi Ramën ajo thjesht e ka si mushkonjat e veshi natën, që të zjerë gjumë. Ajo gryen dhe fasadën e opozitës tjetër. Sepse janë përbau të gjithë qytetarëve. Lufta politike me Edi Ramën duhet jetë e pa kompromis. Po ule në tavolin me Edi Ramën dhe fillove me ato proceset normale, fiton Edi Rama. Dhe diskutohet. Gjithmonë. Po nuk dole dhe nuk vendose dhe nuk vure vijën e paka përcyshme që ne të gjithë populli në opozit nuk të riqemi më nga i shesh. Deri sa ai të detyrohet të jap dorëheqjen, kryet qeveri tranzitore. Nuk i binte dot Mortik, ti i ftove të gjithë, nuk i binte dot. Tani qytetarët shojnë, ne po procedojmë, ne bëjmë në këtë jetë atë që kemi në dorë. Dhe në një moment saktuar se cili tregon dhe qasjen që ka. Qartë. Ne po e bëjmë në mënyrë të pandashme. Ta thash, ky telefoni, po ta mbash këshu, për 2 minuta nuk është problem. Po ta mbash 20 minuta të dhëm dora, po ta mbash gjysmë ore të këputet dora. Jo, po edhe pa telefon fare, me thon të mbash dorën i ndryshon pesha specifike dhe psikologjikisht që ndresa aty. Janë dakord me ty te kjo pikë. Po, këtë ka. Paramendoj ti. Lëvizja juaj nuk i ka efekte tani, i ka për më vonë, thua ti. Pra se thua, kjo simbolik, edhe tani ne efektet do janë ndjej më vonë. Shiko, a the vetë që ai së fundi ka një shpërfytyrim të gjithë gjës? Jo, fakti që bën nga këto. Tani, kështu është. Kur e nisën protestën, nuk po them që është vetëm si pasojë e jona, por krijohet fryma aty. E mendon dhe njeri që ai pa e nis akoma punën me këtë qeverin e 4, do shkarkonte gjysmën e ministrave? Se ai s'ka bërë një ditë punë, ka një vit që vetëm është në mbrojtje, apo s'është kështu? Kështu është. Tani, e mendon dhe njeri që pa e nis punën qeveria, gjysma do shkarkoj? Po që s'vënd kryeministria do që bërë çështje kaq e madhe, e mendon dhe njeri? E kaluan ata, mos po ndodh gjë, siç kanë kaluar të tjerat. Po që ai të shpërfytyroj dhe në pikën që t'i bjerë gjithë fasada dhe të vinin këtu media ndërkombëtare në 13 vite, kur kishin ardhur media ndërkombëtare më para për të pasqyruar në Shqipëri këtë lloj problematike dhe rënien e fasadës? Po ja që ka ndodhur, ka ardhur Deutsche Welle-ja, ka ardhur televizioni shtetëror gjerman ARD-ja, Reuteri, ka ardhur Reutersi, ka ardhur TRT-ja turke, ka ardhur ai Treshi. RT-ja s'ka ardhur çudi e madhe. Arasha Today. Tani, ja pra që po ndodhin tër këto, nga ana tjetër, ky njeriu a ka filluar po bën ca shfaqje të çuditshme, një nga të cilat që ajo që sa e bëre ti? Të duket i qetë ai ty? Duket i qetë? Fendetën kam kopa e takuar. Ai është pozicioni i flautit, ë? Ai është pozicioni i flautit. I flautit? Po. Megjithatë, le të lutem, e ke gati, se ke gati Samsonin, se the diçka, se ai është Elbi. Sepse është momenti që thonë ai është Elbi. Corruption is not bad. Corruption is only bad if I'm not involved. Yes. But if I'm part of that corruption, I'll defend it. Është i madh, si mundet një njeri, sa muaj kemi që kemi plasur ne këtë? Se ne jemi të parët. Tani është bërë popullor, e kanë marrë disa media të opozitës që e bëjnë. Çudi se ka marrë Ramsi, se Ramsi mund ta merrte këtë gjë. Le të mbaj gati se do e bëjmë kështu, sot do japim shumë shpesh. Sa thot ti kundaj perl, bam do lëshojmë. Kam një shokun tim që do ta shohësh tash. Gishtin gati. Tani, një shokun tënd. Tani? Tani. Ja jepi një herë, prit për të shohim tiku. Εδώ το αθώο και εκείνη ο Μπεχίλη. Faites voger, madame et monsieur. Να ο παπάς, πού είναι ο παπάς, εδώ είναι ο παπάς, εκεί ο παπάς, να ο παπάς, πού είναι ο παπάς, να ο παπάς. Πού είναι ο παπάς, εδώ ο παπάς, εκεί ο παπάς. Πολλά βάζετε, πολλά παίρνετε. Εδώ είναι ο παπάς. Χάσατε, madame. Μάζευε Θανάση. E di këtë lojën besoj, që është bërë në Shqipëri në vitet 90. Nuk është deri mas fare atje, edhe sa letra kë. Ajo që po thosha është kjo. Apaxhiu. Nëse arrinte Samsoni tani plak për momentin. Si the ti gjatë fjalës tënde subkonscienca jote foli dhe the po të ishin 2000 veta të bënin këtë gjë? Po. Do binde. Do ishte. Ore, nuk e dia do binte. Do binde. Po ja i binde po të ishin 2000 do bëshin 2500, 3000 pra. Lutem. E kupton, sasia shumë e rëndësishme vëlla në këtë rast. Simbolika është e bukur dhe me 5 veta, më nuk ka rëndësi. Pra, pas ka vend që të bëhen 2000 aty. Po patjetër që ka vend të dha. Le të dalin pra ja edhe këtu që më dëgjojnë mua. Edhe partitë e tjera politike, edhe organizat, nuk dalin. Do të thotë që nuk e kanë luftën kundër Edi Ramës. Ky pra është debati. Po diku, ky është debati sot më. Po në rregull mo. Prandaj dhe ky gjeng këtë fuqi, sipas se ku e gjeng këtë fuqi që del dhe i thot Spakut stop, të dëgjova deri tani. Te apatia shoqërore.
po s'pa që të mbushet aty dhe jo të mbushet për një xhiro turistike. Jo, po të rrinë aty, të rrinë dhe të zvendësohen. Kish në një për plerat, importin e plerave, të rrinë aty. Ata të armëve kimike, burr, pse keni rënë në këtë kurth me kam dëgjuar edhe njerëz të tjerë që thonë, Tiku, ishte e shtyr nga i vetë armë kimike, o Tiku. Ishte për t'i thënë Obama se shiko, kam protesta në Shqipëri, nuk t'i marr dot. O Tiku ishi njerëz të ti, mor burr, besor janë. Po unë kam qenë pjesë e protestës. Po ke qenë manipuluar mor Tik tani. Aman mor burr, aman. Çfarë të them unë tani? Po çon si ka merr ta studentët që ishin pak kokë politike, s'kishin ashtu fare, donin vetëm VC, hale më të mira. Një sekond. Ati u trëmpe studentët, u trëmp realisht. Po mirë, kur dolën për se tha o bobo, këta vërtet u nisën për hale. Mund të kërkojnë gjëra më të mëdha se kaq. Jo, s'është ashtu. Dalë. Po se si është? Jo, ti marri me radhë. Po çfarë marrin? Kur dolën për importin e plerave, unë kam qenë një nga njerëzit që ka udhëheq protestën. Jo vetëm unë, një grup. Ku në importin e plerave? Me Akipin më kundër importin e plerave në 2016, kur që. Soi ligjin Eduard Charlesi, soi një projekt ligj për të importuar plera në Shqipëri. Dolëm, protesta ka zgjatë 6 muaj, në mënyrë periodike, pa ndalim qytetar, dhe ligji nuk kaloi, edhe sot nuk ka kaluar. Në rregull, fakt. Sepse me sa duket atëre, ata njerëz do na ishin genuin. Këtë po them dhe unë, duhet ndaj gjithmonë në... Atëre mos që dalë ti, Mortiko, atëre jeti gabim. Jo, Arian. Kështë vënë sa njerëz tjerë. Jo, Arian, ajo që po them është kjo. Ajo që po them është kjo. Unë ndaj them gjithkohës që nuk e mund një protest e një partije. O Tiku, më fani... Sa do numrat ketë, e mund një protest e qytetarëve për te i logove partijake. Bravo, po kur del kryetari një partije atje... Po pse si jam qytetar unë? Po je qytetar, po mos harroni që perceptimin publik është Adriatik Lapaj, njeriu që ka pas, që bërë një parti dhe për një kohë të shkurtër fitoi 60 vota. Mirë, në rregull. Pra, do ti tani vëlla. Po. Ti nuk je thjesht një aktivist siç ke qenë në këto 10-12 vitet e fundit. 13 vite. 13 vite. Ti tani ke edhe një rol politik në shoqëri. Bukur. Atëherë vëlla, po të bëj një krahasim që ndoshta nuk ka vend. Po është një njerëz e mençur e kupton ç'do të them. Po. Në Itali apo në Greqi, brigadat e kuqe. Dakor, le brigade rose. Shumë larg nga... Po si shumë larg? Në ideologji, në raport me... Jo, nuk po më kupton pra. Në Itali, partit politike, ose në Greqi, ose në gjithë botën, kur duan të rrëzojnë një qeveri, në përgjithësi nuk dalin vetë. Përdorin mekanizma të tjerë, të morën rastin ekstrem, shtatëmendori të majtët në Greqi, dhe brigade e kuqe ose Gladio, për të mos lejuar komunizmin, Gladio në Itali dhe në disa vende tjera të Europës. Se thua është pushtetet, fuqit, partit dhe përgjithësi, përdorin struktura tjera jo zyrtare për të rrëzuar diçka. Vetëm Shqipëri unë kam parë që del lideri i partisë edhe theret protest. Tani, japa një sekund, mos ndoshta dhe këtë dua të them, pra kjo është pyetja ime dhe kam pyetje realiste që e mendoj. Mos ndoshta strategjia juaj dhe taktikat e përdorura nuk janë smart, pra nuk janë të mençura, nuk janë të zgjuara? Strategjia jonë është strategjia e një grupi njerëzish të cilët kanë vendosur që të demaskojnë pushtetin e Edi Ramës dhe nga ana tjetër të kryojnë modelin e qendresës. Po e bëjmë dhe po esim përpara. Po sa do vazhdosh aty? Sepse mos harro që ti po bën këtë, po ndërkohë duhet merresh pak dhe me politikë, ë? Mund ta lëm sot. Me kam seriozisht. Po tjetër. Po çfarë do ndodhë që ta lini? Se për shumë, Irani tani, lufta në Iran. Jo, ne e kemi thënë, unë e kam thënë, ditën që nuk do ndihemi mirë fizikisht se se përballojmë dot, ta lëm. Pra se do... Ose qytetarët do mblidhen dhe do e imponojnë që ai tiki. Pra nuk ka një afat, thoti. S'ka një afat. Nuk ka një afat. Duhet ketë një afat, aty. Edhe me ngjarje që ndodhin lart e poshtë. S'ka fare një afat. Ajo është shumë e qartë. Do të thënë, shiko, mos u mundo të gjesh problemin te ata që reagojnë. Duhet ta gjesh problemin te ata që nuk reagojnë. Ata janë problemi, pra. Ata janë problemi, nuk jemi ju. Ne jemi këtu për të bërë çdo gjë që mundem. Unë them, a ju vlen apo jo, më burr? Për çfarë na vlen apo jo? Ore, për një të ardhme të afërt. Për çfarë? Për vot. Jo për vot, më jo. Për çfarë? Po për ndryshuar diçka. A mendon që ja vlen? Kjo është pyetja ime. Po vazhduam të bëjmë analisti në për studio televizive. Mendon se është më e frutdhënëse dhe e rrezikon më shumë pushtetin? Jo, edhe këtë se mendoj. Të dalë më, një kryetar partie, te popullata, një lider politik, një i ri në politik, ndikon në popullat dhe frymëzon më shumë, duke sakrifikuar aty, duke luftuar dhëm për dhëm me ata, duke u përballur ditë për ditë me ata, duke pësuar reprezalje policore dhe penale nga ata, atje në shesh, nën shi, nën breshër, nën ftohtë, nën diell që të pjek ditën, apo duke ndonjë këtu në studio dhe duke bërë analistin politik.
Analist politik ka plot Shqipëria, nuk i duen dhe këta që janë kryetar parti. Të lutem, njërës që merren me mendim se si bota duhet zgjidh problemet edhe havet e veta, ka shumë këtu. Unë jam duke fol, a ka ndonjë tjetër që mund të dalë të bëj sakrifica aty në terren? Ti je për veprim. Po, dhe unë mendoj dhe besoj te një politikan që bën akte politike, jo që bën prava politike. Reelsa në Facebook, duke interpretuar çfarë thotë Edi Rama, mund të bëj kushdo more. Sigurisht. Po, celebrity, po, mund të bëhet kushdo mo. Të bëhet nga këta që... Mos e di dorën kështu se ma plasmon. Po, më falë, ndjes. Jo, dela tjena e ka. Puna është akt politik a bëndot. Qarë është akti politik? Akti politik është që ti të dalësh dhe të rezistosh dhe ti thuash ati në sy sa e kalon, që ullë gjamin, ja i dut. Dhe kjo do guxim, dhe kjo do sakrific, dhe kjo do vendosmëri, dhe kjo do të mendosh për tej ditës. Po do të mendosh për perspektivën. Jam dakord në të. Po, dhe kjo është vizion. Ore, unë nuk po dekurojoj të bësh. Jo, po mundojmë të shpjegoj pra. Do me thënë, i mungon Adriatiku studiove televizive në darkë e punë e madhe, se këta që vinë për studio në darkë, ndryshojnë një gjë, asnjë gjë. Jam dakord me ty. Bëjnë ta ava, lartë poshtë, ju mbush një emisionet edhe kaq. Madje neutralizohet mesazhi. Neutralizohet mesazhi. Jam dakord me ty. Tani, Shqipëria nuk është në atë fazë. Shqipëria është në vdekje totale, as s'është mas klinike, ka vdekur fare, hiç. Hiç, mo nuk s'ka, është. Tani, o do dalim aty dhe do luftojmë, se ti mendon se ndryshon ai duke dalë unë këtu, ja mund të vi unë zhonat këtu. As i gjës ndryshon. Fare mo. Po duke dalë atje, ti thua ndryshon. Rritet probabiliteti që njerëzit kuptojnë që e kemi seriozisht. Marrin guxim, sa që kanë frikë, marrin vetbesim që ja, përballesh. Po s'po ndoh morti. Po mirë more, është një proces. Është një proces e gjitha. Është një proces dhe ne po kontribuojmë që të shkohet në këtë drejtim, në këtë model politik. Adriatik. Qysh? Dëgjoj Ariane, më dëgjoj pak, do bëjmë një pauzë tjetër. Mos u mërzit se do Jo, nuk mërzitëm më. Thjesht Jo, mos u mërzit që se ndërpres kështu se jam detyruar. Pa problem. Po para se të bëj një pauzë. Po. Se do kim çite Dorelani për sa dysheqe. Ti vërtet ri atje po aman kur vetë që flën i gjumë atje në shtëpi të shijon ai gjumi apo se i lotur gjithë ditën. Aq orë sa flë. Ti e di që shiko, jo ishte kotke, ishte parantezë. Dëgjoj Ariane, Adriatik. Dëgjoj Ariane. Është e vërtet që nesër ka një thirrje të rëndësishme në SPAK. Se merri një mesazh, prandaj po them. Kështu. Mënyra është shiko. Le të kapë shikoj. Kap tani shiko. Kapë shik pozicion e tikut. Prita heq vetëm kapshi duart e mia. Pa unë e pyes. Ja mund tani, çani. Adriatik është e vërtetë që nesër ka një, ja një sekond. Jo një sekond lutem, pris mos më. Adriatik ka një, domethënë, kush do thirret në SPAK? Ka një thirrje të rëndësishme në SPAK? Kapë tikun le dio. Tani... Pra të regoj që ka një gjë, se nuk do e bëje këtë reagim, po mos kishte gjë. Shiko. Dhe e bukur është që nuk do të flasësh. E di çan ndodh. Pra ke një info diku, dhe nuk do të flasësh. E di çan ndodh Arian. Të gjithë keni shpresat e SPAK-ut. Jo, absolutisht. Përkundrazi, kur kam qenë aktivist, unë e kam mbështet nga të paktët që e kam mbështet hapur në mënyrë të flakt. Tani që jam në politik, kam një parim, them drejtësia është mirë ta lëm të bëj punën e vet. Se ne nuk mund të pretendojmë që ata punojnë, ata rrezikojnë jetën, ata jetojnë, dhe ne pretendojmë që të fitojmë politikisht nga puna e atyre. Dhe ndaj jam një njeri më, si me thënë, nuk jam njësoj në këtë drejtim. Rrezikojnë jetën vërtet? Si nuk e ke rrezikojnë kanë jetën? Po ata marrin procedojnë njerëz që qarkojnë 100 milion euro në vit, çysh rrezikojnë kanë jetën? Ati diskutohet për burgje me nga 25-30 vjetë. Ti po flet për ta krim organizuar. Po pse çfarë? Dakor jam. Po këta politikës çaj i quan ti burra dhe çaj i quan. Këta më keq akoma. Por zotri, sigurisht më që e rrezikojnë jetën ata. Sigurisht që e rrezikojnë jetën ata dhe sigurisht që kjo shoqëri duhet të jetë mirë njohur. Po çfarë e bëjnë ata morti? Ku e bëjnë sepse kanë ka idealismo në këtë vend morti. Po si s'ka mor zotri? Po pse mo që duhe i ati Ismail Qemali të linte e saltanetet e perandorisë të kthej këtu në moshë të thyere dhe qaj mori Shqipërisaj? Qa do i merte e i më shumë se ç'kish marrë? Po shko, ti këta i quan idealist. Po pa tjetër mo. Val, pse nuk i quan thjesht narciz? Po ti mund t'i quash qatë të duar. Jo, unë, mo jo. Unë i quaj njërës që... Janë njërës që kanë nevojë të dalin të duken. Ka patriot ky vend. Më beso për. Ka thua ti? Ka në polici, ka në prokurori, ka në gjykat, ka në çdo institucion. Po janë aq pak thua ti sa që... Nuk janë shumicë, po ka patriot ky vend. Të siguroj për këtë. Patjetër. Ka djem që ka dhënë jetën. E ai feti vogli që ka vajt atje dhe dha jetën atje në Afganistan, çfarë që ai? Po ai Aleksandri që takoi unë kur shkoj në Amerikë atje,
shoku i tij që ka ngrënë 4 pluma në fytyrë edhe nën flamurin ton kombëtar atje. Ja shkonin pa pagesë apo ishin të paguar? Po pse çfarë do të thonë se shkojnë me pagesë? Po sigurisht që do jetojnë njerëzit, një rrok do e marrin. Po janë patriot më zotri, janë njerëz të cilët e vendosin veten në shërbim të kauzës, shërbim të atdheu. Bravo, që unë kam zgjidhur. Se ti pranon vesh të vritesh me që se me rrogë. Të mos e relativizojmë. Njerëzit sigurisht do paguhen, do hanë, do shkoja fare dhe me rrogë. Të lutem pra. Ndaj kështu që në këtë vend sigurisht që ka burra dhe gra që rrezikojnë jetën për ditë. Janë mbi 260 policë të vrarë këtu nga 91 këtej. Mbi 260 policë të vrarë. Dëshmorë të atdheu. Kanë fëmijë atje, kur shkojnë darkë ke shtëpia, nuk e kanë babajnë, nuk e kanë nënën. S'kujtohet shoqëria, po kanë humjetën ata. Pra ka, tani të mos i relativizojmë, ka mjek të shkëlqyer në këtë vend, që sakrifikojnë. Ka mësues të shkëlqyer në këtë vend. Thjesht janë të zhytur dhe të strukur nga humi që kanë mbytur këtë shoqëri. Kjo pra. Po ne këta duhet i inkurajojmë, duhet i mbështesim, duar trokat. Patjetër, ore, këtu jemi të gjithë dakord me Otikun. Dhe ta them unë, nuk bëj pjesë gjë në deklarat. Është e ke fakt publik. Nuk kam pritur nga Spaku që të përfitoj politikisht, nuk e bëj. Jo, nuk është mirë ajo. Nuk është mirë ajo. Ne drejtësin duhet alem të bëj punën e vetë, duhet ta mbështesim sa mundim. Pse s'më thua nesër çfarë do ndodhi pra? Janë punë të drejtësisë. Punë të drejtësisë. Të bëj punën e vetë të ecim përpara. Mësimet që ne duhet të marrim. Ore, po ambasadë amerikane kishte bërë një reagim sot më duket? Apo ishte kot, ishte fake news? Kishte reagim ambasadë amerikane, jo? Po ka bërë më punë e drejtësisë. Jo, sot pas mbledhjes si bëri ai Nuk e kam ndjekur, mos të gënjej, se kam qenë gjithë ditën. Kishte një reagim sot më duket shumë të përgjithshëm që ne jemi që drejtësia të funksionojë kështu e kishte, ha? Dgjoj, Otiku, jo vetë dgjoj. Otiku, si e bëra të bëre njëra atë? Ka. Atë zërit. Se nuk e di ti këtë? Jo, si është e bukur shumë kjo. Ja bëre një. Shiko tani kjo, e di për çfarë? E di çfarë është kjo? Kjo është si të thuash në fjalë tjera Asti Karalloj. Ke parasysh shprehjen Asti Karalloj? E dgjoj. Kjo është shumë kur themi një gjë ne, dhe gjasme nuk duam të themi më shumë se sa duhet. Dhe bëjmë Do thënë të mos bëj duart unë, të bëj atëherës tjetër. A bër atë. Të pëlqen? Po, nuk duhet të egzageruar ajo. Jo. Bëhet me gadar shumë. Fine. Është fine, bravo. Pra që dëgjon, më fani se u them të gjitha. Delikates. Delikates, po. Edhe me stys shumë mundësisht, domethënë. Dëgjoj, Otiku. Po delikatesa jote kësaj here që më e bukur se imja. Pse? Se duar. A çfarë perle ishte ajo duar, në blak. Ai është domethënë që shiko se edhe nuk i mbajtë kështu, i lëvizje. Pra duke sikur thoshje do ketë nesër në spak një gjë. Po, nuk thosh atë, po nesër, ecim. Nesër, edhe Tiku dhe të gjithë ju që punoni shumë, Tiku është në protestë, fakt, dita 90 casot, po shkon 100. Po dhe ne që nuk kemi në protestë, po që ndjekim protestën e Tiku dhe e mbështesim publikisht, në një moment saktuar, që dhe sikur 3-4 orë gjumë, do t'i bëni të sakta. Jam serios tani. Shkoni të Dorelani, është një super brend ndërkombëtar italian, italianët janë mjeshtra në këtë gjëra, përveç gjithë gjërave të gjumit atje, shkoni dhe ndërroni dyshekun, sepse dysheku që keni në shtëpi, nuk e keni të durin. Po, ju mendoni se gjumi e mjafton të flësh, nuk ka rëndësi ku flë. Gabim. Dyshekun ndryshon komplet stilin e jetës tënde. Le njerë të heqë dhimbjet e qafës, kurizit e këto. Po është komplet tjetër gjë, flë 4 orë, po i bën të sakta. Që i shko të Dorelani, janë të paparat të çunat atje, sillen shumë mirë të presin, edhe gocat të Dorelani, dhe ndro dyshekun, meri dyshek që të ndryshoj jeta jote komplet, dakord? Çmimet janë të papara, janë ullje dhe në 50%, është tali di preci, Ledi, apo jo, nuk ka ndryshuar, tali di preci, këputje çmimesh, mbi 2000 dyqane në gjithë botën Dorelani, dhe ka mbi 55 vjetë përvoj. E gjeni ose dhe -1 të Tegu, ose në autostradë kilometri 12 të qendra tregtare Prestigjom, ose në balë kompleksit Deliorgji Rruga Kavajës, dhe zonë Dorelan, dakord? Ne do bëjmë një pauzë vogël e duket apo të vazhdojmë me Tikun? Ecim. Rikthehet pra fabula në ekran. Vazhdoni mesazhet tuaja zënës zotrinj, jeni pafund që shkruani te QR kodi këtu në ekran, që e keni skanuar, keni bërë login tashmë dhe çoni mesazhe, pyetjet tuaja për Adriatik Lapën që kam sot në studio. Shqipëria bëhet, është në ditën e 96 apo 97? 97, pra për 3 ditë bëhet 100.
Do të bëni një gjë për 100 ditëshin apo jo? Para se të vija nuk e numërova, po diku aty duhet. Po do t'i mbash më të ditë. Po i mban, po... Për shembull, të gjithë televizionet në Shqipëri s'bëhet kjo, po gjithë televizionet që janë informative çdo ditë, shkruan atje dita e 12, dita e 13, lufta në Iran, dita, pra është e rëndësishme. Është. Këto janë ngjarje që nuk janë ngjarje të E vogla. bëjmë ne çdo ditë kur postojmë. Ah, dakor. Jo, më mjafton ta shkruani atje, dita e kaq. Eksakt. Fiksohet atë njerëzit. Bëni me shkrim, jo vetëm ta thoni me gojë, vërtet. Me qëra fjala, ti ku fonën për pjesën politike pas heqjes maskës së Ramsit, për atë cili do të reagimi jo, tani le të flasim pak për SPAK-un. Sigurisht që edhe sot në SPAK kanë, se thuash, kanë hyrë dhe kanë dalë personalitete nga bota e biznesit, nga bota e politikës. Për shumë pash dhe këtë, se biznes nuk kam qef t'ja u përmend emrin, sepse në fund fuja dhe janë punë e tyre, kupton, nuk dua t'i fajsoj biznesmenët. Çfarë kanë biznesmenët? Pash dhe këtë ish kryetarin e Vlorës, Lelin, si e ka emrin? Dritani. Dritan Leli, po. E pash dhe atë që kishte hyrë, hyri dhe doli, do më thënë, pyetja ime është e thjeshtiku. Pas ti kufirit e thana që vuri Zoti Rama alias Ramsi 4, për rastin e Ballugut. A mendon ti që SPAK-u në drejtimin e Klodian Braos sigurisht do të vazhdoj punën e vet, por nuk të tentoj më asnjëherë të bëj gabimin që bëri Prençi duke shkuar shumë afër dhomës së kryeministit, apo ti thuaj që ata nuk kanë tërheqje mbrapa dhe do vazhdojnë punën e tyre, duke filluar që nga nesër që janë hapë llafe, që janë thjesht llafe për momentin që diku shumë i rëndësishëm pritet të shkojë, diku shumë afër Zotit Rama pritet të shkojë nesër në SPAK. Tani kush është ky është misteri i madh, qofse njerëzit dinë gjë dhe kanë dëgjuar gjë siç kam dëgjuar unë dhe Tiku, edhe pse Tiku nuk pranon të flasim, me sa duket se Tiku është në pozicion tjetër, qofse ju dini gjë, ju lutem, na jepni dritë, na ndriçoni. Informacionet tua edhe kur janë të konfirmuara janë interesante, në fundit ne nuk kemi absolutisht asnjë lloj objektivi në jetën tonë, paktën nuk të emision që të gjejë të vërtetën. Ne vetëm gjë që na eksiton është rruga drejt të vërtetës. Jo kapja e saj. Në momentin që ne kapim të vërtetën, jeta është e trishtuar. Në jetë çdo gjë rrugëtimi është. Rrugëtimi, bravo. Kështu që rrugëtimi drejt të vërtetës është shumë interesant. Bëni skanoni atë kutinë atje, siç u them her pas here, bëni login dhe më çoni dhe ju çfarë info shkeni. E kam fjalën për ju njerëzit që jeni shumë afër informacioneve të... Po çan? Po, Tiku. Shiko. Pra, tani ideja është SPAK-u, vlla, në një farë mënyre. SPAK-u i ri, po themi, jo pa Dumani, se Dumani atje është akoma. Është prokuror, sigurisht. Po flas në drejtimin e Klodian Braos, i cili duhet thënë ka një tjetër, se thuash, postur, ka një tjetër, jo vetëm karakter, po dhe një tjetër sjellje nga Dumani. Pra çdo njeri është i ndryshëm. Është i ndryshëm, bravo. A mendon që me këtë goditje që bëri Rama më në fund, me këtë heqje maske, që ju tha stop, tani vija e kuqe është kjo, ju hidhuni përpjet, unë jam fuqi më vete, ju keni fuqinë tuaj, jetoni, bëni çfarë doni, por unë imunitetin nuk ja u jap. Tiku, unë nuk e di vlla, më fal se po flas shumë tani, po nga që jemi bashkë do ta bëjmë si bisedë. Unë jam shumë kurioz ta di. Dhe këtu kërkoj vëmendjen tënde maksimale dhe vëmendjen atyre që na ndjekin, sikur nesër ta zëm, ta supozojmë, do shkonte SPAK-u të kërkonte heqjen e imunitetit të, ose më mirë, kërkesën. Se imunitet s'kan këta, është thjesht bën një kështu, është thjesht një kështu si quhet kjo në gjuhën tuaj. Imuniteti ka kohë që ka rënë në fakt. Jo, në këtë drejtim kanë. Jo, pra, nuk është imunitet ajo. E njerë. Shko. Imuniteti është dorëzuar në momentin që fillon hetimi direkt. Të ta shpjegoj unë është vetëm për masa arresti. Po pikërisht, pra, më lërë tash. Pritë mbaroj pyetjen. Dhënia e autorizimit. Po, pra, po. Tani, sikur nesër shkonte SPAK-u Tiku dhe të kërkonte dhënia e autorizimit për të marrë në arrest shtëpie ose për të marrë ku diun, për kontroll në banesa ku diun se çfarë, të Sali Berishës. Ato mbante Ramsi 4 të njëjtin qendrim siç mba për Ballukun, po apo jo, sipas teje. Më përgjigje kësaj e pastaj është provuar që ka mbajtur qendrim tjetër. Atere, po prisa, atere që mbante qendrim tjetër dhe për Beqan, dhe për Erion Velin, do thuash ti këta si ishin deputet. Pra, se thuash, edhe për Benamete ka mbajtur qendrim tjetër, po e dha atë autorizimi. Tani në kushtet e reja të vendosura. Do e jepte për Sali Berishën apo jo? Nuk di ta them. Shumë interesante për ta kuptuar. Jam në mendjen e tij. Pra, me këtë rast, u amnistuan të gjithë kundërshtarët e tij? Apo jo? Në fakt unë mendoj që këtë betejë në fund do ta fitojë drejtësia. Elaboroje.
Se unë mendoj që drejtësia dhe mund të jetë kurrur pak, pas tyre që po i bëjnë. Unë mendoj që... Edhe gjykatat mund të jetë kurrur, se kështë me gjykatat se radhe ai. Shiko, Arjan, të siguroj për një gjë, çdo zyrtar i lartë i shtetit shqiptar, po të hyj prokuroria e posaçme tani për ta hetuar, përfundon në SPAK. Ka një arsye shumë të thjeshtë. Sepse këtu shteti është trajtuar si baçe personale. Ka qenë standard, ka qenë mod. Sa prej këtyre mund të bjenë prej e kësaj edhe pse janë mësuar që kështu funksionon dhe kështu kanë vazhduar. Mësimi i madh është që këtë tutje shteti duhet trajtuar si një gjë shumë e rëndësishme. Dhe unë të them ty që asnjë ministër nuk përfundon në SPAK nëse zbaton vetëm një gjë shumë të thjeshtë. Nuk plekset me procedurat e tenderimit. Se e ka ndarë ligji. Ministri është organ politik. Shkon dhe bën politika në ministri. Ndërkohë, tenderimi bëhet nga një komision tjetër, që nuk ka lidhje me ministri. Mjafton ministri të mos plekset me këta antarët e komisionit, apo me ata që hynë në për konkurse dhe tendera, apo koncesione, dhe ka 1000 vite jetë. Asi gjë nuk i ndos. Si thot do të një njeri pse ke vepruar politikisht. Në qëse kapet flagrans duke marrë lek. Ajo është tjetër gjë, në qaf pas vetëm, po them. Pra ajo hynë të kategori e parë. I thua tenderi ishte ajo që i godet ta. Ajo më, këta hynë në një fushë që duhet i rinë largë. Është dhomë ndaluar, mos hyj aty. Te komisioni ofertave, te komisioni vlerësimeve, mos hyj aty, nuk e punë. Po kjo e Limionit me që e nga Saranda, për shembull. Ishte çështje tenderi? Kjo toka që u dha atje? Ajo është çështje ka 5 vite onë hetë. Ajo është çështje e planit të përhapjes, është diskutim, a ka qenë në planin e përhapjes Ministrisë së Mbrojtjes dhe procedurat si janë kryer nga Ministria e Mbrojtjes. Kjo është. Si ka mundësi që nuk ka asnjë, se thua, nuk po mbarojnë hetimi. Po duhet të pritet. Duhet të priten si do dalin rezultatet edhe do shikohet. Por ajo që po të them është... Jo, kuptova atë, kuptova. Ajo që po të them është pjesa e ministrit që shkon dhe përzihet me komisionin e ofertave, komisionin e vlerësimeve. Që janë këto KP... Çfarë të duhet ty aty? Çfarë të duhet ty aty? Ti je organ politik. Ti je një organ që duhet merresh vetëm me vlerësimin politik të situatave dhe të bësh veprime politike. Kaq. Otiku, po nëse zgatrohen këta me këtë, si do i fitojnë lekët më burr? Këtu me rrogën, me rrogën e qelbur që marrin nga shteti. Atëherë, këtu pastaj duhet kuptojmë që po do të bëhesh i pasur, duhet të merresh me profesionin apo me biznes. Pra, do Adriatiku të bëj pasuri? Po, duhet vazhdoj avokat. Të bëhet sa më i mirë, të marrë çështje sa më të mëdha, edhe do Arjani duhet vazhdoj inxhinier, arkitekt, të hap studion, të hap hotel, të merret me, nuk e di, me prodhim, bujqësinë, industri, nuk e di. Do të vazhdosh në politik, po duhet ta dish që hyre në zyrën e shtetit dhe dole nga zyra e shtetit. Një fjalë goje është kjo motiku, po ata nuk i duan vetëm për vete lekët më valla. Ore, po mirë, mo dakord. Ore, 1-2 vjet këtu ka zgjedhje. A ju duhet lek për zgjedhje këtyre? A paguajnë një herë sa për të punuar lart e poshtë? Si? Tu është Indieri Sokolov Dashi, ka mbajtur një fjalim brillant për këtë çështje. Se ai dhe ai e dinte mirë. Dhe ai tha që ne në fillim tha, po e perifrazoj parafrasisht, ne në fillim tha i mësuam tha që u çoni makinën për t'i çuar nga shtëpia deri te kutia e votimit. Pastaj tha përveç makinës tha u jepnin dhe drekën. Pastaj u blinin dhe votën. Të gjithë politika, më kupton? Dhe politika e prishi. Tani ka ardhur koha që kjo të kthehet ben hapa pas. Sigurisht, po të ndjekësh modelin politik që blen vota, bën 20.000 vota një njeri që nuk e njeh asnjë njeri, apo jo? Sigurisht. Po të ndjekësh modelin politik që votat i prodhon me nder dhe dinjitet, merr 64.000 vota në të gjithë vendin, dhe nuk të dalin aq mandate sa duhet të dalin. Partia Socialiste i dalin 9 deputet në Vlorë me 64.000 vota. Lëvizja Shqipëria bëhet, i del 1 deputet. Qartë. Dhe të lutem, i nxjerrin dhe 16.000 vota të pavlerëshme. Sigurisht. Nga 80.000 në total, mbi 80.000, dhe pastaj dhe atë që i del, shikoj këtu. Më ndiq. Jo ty po shoh. Dhe atë që i del, regjizori Edi Rama nuk i gjën shpirti rehat, po pasi mundohet të josh dhe ti nuk pranon të pleksesh me qelpsillokun e joshjeve, shkon dhe përdor një personazh pa karakter dhe e bën avokat populli për të vrarë përfundimisht besimin e qytetarëve dhe nuk lë meritën të aplikohet në parlament. Kjo është çështja. Por të kthyer te Spaku, ti mendon që Spaku nuk bën indjetro, nuk bën hapa mbrapa. Cile do bëjë indjetro? Po bie Republika mu, çfarë thoni?
Si do bje Republika? Po bje Republika, mërë zotri, si që ka që thjesht. Këta po e shtypën atë histori, ka në Republika. Por e që SPAK-u të vazhdoj... Republika është në bus greminës në kuptimin e konceptit, bje Republika, mu. O të po edhe njerë, më, SPAK-u nuk po themu i do mbyllët... Bje ndërkombëtarët, bje çdo gjë. Po nuk do afrohet ma afar Ramsit, do vend të ai vetë. Këtë betej e fiton drejtësia dhe Shqipëria, të lutem Marian, këtë betej e fiton drejtësia dhe Shqipëria do ndahet një herë e përgjithmonë nga drejtuesit e shtetit, të cilët e përdorin shtetin si pronë personale. Merë fund tranzicioni me SPAK-un, zotri. Fiton drejtësia, sepse është fitoria dhe nga dhënimi i popullit të vuajtur shqiptar mbi padrejtësinë e 35 viteve. Nuk është çështje e një gjuetie shtrigash që goditet njëri apo tjetri. Është çështje e një brezi politik që i ka dhënë kosto këtij vendi dhe duhet marrë fund, me hir ose me pa hir. Fiton drejtësia, zotri, se po fitoj drejtësia bje Republika. Fiton drejtësia, le të bëjnë çfarë të duan këta, të dridhen nga të duan, të hidhen si të duan, po e kuptuan, dëgjoj, sa më shpejt e kuptojnë, aq më mirë është për ta. Madje janë vonë, duhet ta kishin kuptuar që para 3-4 viteve dhe duhet të kishin dezertuar rrogoret e tyre anti-drejtësi. Po. Mesazhi jot është i qartë. Po. Edhe unë nuk të ndërpreva. Po. Ne do bëjmë ndërprerje të vogël tani prap. Patjetër. Po para se të bëjmë ndërprerje, po të lë dhe kohë të mendohesh nga informacionet e klasifikuara që kam këtu. Klasifikuara, çfarë? National Security. Sot nuk mundem më. Më vin dy pyetje për ty, po përgjigjen do japësh mbrapa, jo tani. Kush ka më shumë nesër mundësi të shkojë në SPAK, të thirret në SPAK, EK apo TB? Mendoje, më shumë se iniciale nuk jap dot, nuk më lejohet, EK apo TB. Ikim pak në atë ledjo, ikim pak në Çilek. Me lule shtrydhur është Çileku, zonja zotrin, kjo është logo, që ju të mos ngatroni. Edhe Çileku është një super brand ndërkombëtar, mund të kapni ide në 40% uljet e Çileku nëse shkoni tani, pa kur them tani jon këto ose është mbyllur nesër, për të mobiluar, pra për të mbyllur dhomën e fëmijës tuaj, i cili mund të jetë nga bebe deri adoleshent. Shikoni, të gjitha llojet e kravateve, të bukura me shije. Bile ka dhe për çunat ka dhe kravate makina ato garash, ja shikoni. Perla, dakord. Por mbi të gjitha, të certifikuara nga TUV, TUV. Mos fusi çdo mobilje në shtëpinë tuaj se mund të helmoj kalamajt. Do thoni Arian, po si helmojnë mobiljet kalamajt? I helmojnë. Se mobiljet kur nuk janë certifikuara, lëshon një aromë që nuk e shikoni. Dhe fëmia gdhiet e nesmen i zverdhur. Nuk jo fus frikën në kotë, është e vërtet kjo se ka pas raste. Kështu që do shkoni vetëm në materiale certifikuara. Kujdes, në Shqipëri ju e dini, mashtrimi është shtrirë gjithandej, është i përhapur. Zgjidhni shumë mirë atë që bleni, sidomos kur bëhet fjalë për kalamajt tuaj. Çileku është një brend ndërkombëtar në mbi 100 shtete dhe i gjeni ose te qendra tregtare Presi i Shom në autostradë kilometri 12, ose përballë kompleks Deli Hoxhi dhe rruga Gavajës, lexon Çilek. Futuri në web çilek.al ose në Instagram Çilek Albania. Bravo Çilek. Rikthehet fambura në ekran në disa minuta jemi me Adriatik Lapaj nga Shqipëria bëhet. Adriatik, EK apo TB nesër? Nuk e kam bërë kur fallxhori në jetë. Nuk është fallxhori, jo, se këto janë gjëra që më vinë, mua nuk ishte punë. Shiqyr kemi QR kodin. Në finale, SPAK-u është mbyllja e tranzicionit shqiptar dhe për të ardhmen është mësimi i madh për çdo që merret me politikë që të mos vjet lek nga buxheti i shtetit. Për çfarë? Okej, edhe pak do vazhdojmë, se ora është 11:11. Ti ku, do vazhdojmë edhe pak minuta se kam një pyetje tjetër brenda kësaj. Patjetër. Me SPAK-un do shohim. Me SPAK-un do shohim. Nëse për shembull me që u hap ky llap, do shohim kush do jetë. Un kam një parandjenjë. Uroj të jemi gabuar si gjithmonë, që te ai lart nuk do shkojnë dot. Nesër? Qofsha i gabuar. Nesër në të ardhmen. Qofsha i gabuar. Te ai lart nuk do shkojnë dot. Mua nuk më gëzon burgu i askujt. Unë nuk po flas burg tani më. Unë flas thjesht edhe si dëshmi, mos si dëshmitar. Edhe unë nuk jam për burgun. Dua që ky vend të ndryshojë sa më shpejt dhe të bëhet normal. Edhe unë nuk jam për burgun, flas për hapjen e timi. Unë nuk kam qenë për burgun, të e di. Ka shumë vite. Jo them në parim, nuk më... Edhe kur marr vesh për dikë, do thot dikush, po këta na kanë bërë keq. Jo,
kur ke formim juridik si që kam unë, dhe e rritur në fakultet të drejtësisë, e shikon me një sy pak më, është si ai mjeku sëmundje, nuk e shet thjesht si sëmundje. Burgu ju pëlqen masave, se duan të arktojnë, po kjo është tjetër histori. Unë mendoj për zgjidhje, nuk mendoj për ndëshkim, në parim. Kjo është filozofia që kam. Por, ndëshkimi kur te prohet është domosdoshmëri. Pa tjetër. Edhe në Francë, para isa vitesh që dhe tani, kur kapen njerëzit, jo në flagrancë është vështirë të kapen. Se po të gjëja Manjani një ditë që po fliste flagrancë, Ylli Manjanin. Po i bje mos t'i arrestosh kur, pastaj. Po pra, në përgjithësi flagrancë është shumë e rrallë. Shumë e rrallë. Në këto lloj vepra është shumë e rrallë. Po pra, kur hetohen ministra dhe atje, ose një zyrtar shumë të lartë, që, ku diun, kam bërë një devijim fondi diku, ve në burgore. Fute në burg. Normal. Është tjetër gjë që nuk i fusin që në fillim para burgim. Kjo është histori tjetër. Pa tjetër më që do ve në burg. Por ve në burg dhe atje ditën e parë që ashtu japin dorëheqjen, që u del ajo. Arian. Ta më kështu. Tani pyetja ime është kjo ti ku. Po vodhe para të buxhetit të shtetit duhet të shkosh në kokër të burgut. Po vetëm se kjo duhet provuar, ëh. Po pa tjetër, pa tjetër. Tani Adriatik. Para sa mbyllim, të falenderoj që më erdhe sot. Edhe unë. Prit, para sa mbyllim duhet më japësh edhe një mendim tjetër nëse ke, një qëndrim tënd, si Shqipëria bëhet. Po flitet shumë, jo po gjermanët janë kundër, sot kisha ardhur një i Bundestagut, një i parlamentit gjerman ishte në krah të doktorit, të Berishës. Para disa ditësh, ti di që kanë filluar gjermanat në disa nivele që të flasin që nuk duhet ndërhyjet e Spaku, duhet lënë Spaku i lirë, drejtësia e re të bëj punët e tjera. Pra duket që ky Ramsi ishte pak kënaqur me gjermanët, thotë. Ata se çkan, ka një gjë, nuk dihet shumë mirë se cila është arsye. Sa flasin për këtë Porto Romanon që janë shqetësuar disa ndërkombëtarë se disa nga firmat e tyre që i kanë ata firma kështu kampionet, se thuash janë shmangur nga gara, nuk kuptohet mirë, pra është një çështje ndalikuar ajo e Porto Romanon. Jo, s'është fare ndalikuar. Jo, prit, do ma shpjegosh, po pyetja ime është kjo. Gjithë kjo retorika tani që ne jemi shumë pranë 2030 do bëhemi pjesë e BE-s e këto. Sipas teje kanë rënë Edi Rama sipas teje vëlla. A do të jetë pjesë e BE-s? Dhe apo punon për këtë gjë apo e ka thjesht retorikë? Ma thuaj si e mendon ti? Po unë e kam thënë më thashë para zgjedhjeve që ajo fushata me atë pasaportën që një shpik sirovëk i madh, më kupton. Po nuk hyet në Bashkimin Evropian se A do ai njerë, tjetër gjë si hyet? A do ai vetë? Po mendoj që ai nuk do. Ore, tjetër gjë çfarë thotë? Do të në mendjen e atij. Por unë shoh standardet e administratës dhe të shtetit shqiptar. Si do hysh në BE ti pa përfunduar procesin e tokës? Ti nuk e zgjidh pronën. Ku, në cilin vend të Bashkimit Evropian zgjen njerëzit për pronën, nuk merret vesh kush e ka akoma. Mos ka këtë shpresën pra ti ku doli dhe Van der Leyen dia për dje dhe tha vendet e Ballkanit do hyjnë për arsye gjeopolitike pra. Ka ndodhur. Hale janë. Ka ndodhur. Po ne do i fusim. Ka ndodhur që kanë hyrë për gjeopolitik. Ka ndodhur. Për meritokraci ne nuk i plotësojmë kriteret. Ky vet thuati do kishte interes? Me më vurët i vetë në fantazë. Ajo që di të them unë me... Shiko, nuk më pëlqen të hamëndsoj, më pëlqen të gjykoj. Dhe gjykimi është ky, marrin portën e Durrësit. Porto Romanon, që do bëhet portiria apo porti i dyja? Të dyja, se janë të lidhura. Pra, një port që kishte 2000 kusur vite aty, e mori dhe hoqi pa pyetur njeri. Është kështu apo? Të merri niveleve të larta. Po e di pse kishte 2000 vite porti aty. Se ku do ta nisje anije në Adriatik, thonë peshkatarët e vjetër, dhe ta lije në rrjedhje të lire, çonte në gjirin e Durrësit. Është perl më burrë, ajo është turpi pa parë. Në rregull, e çonte vetë natyra në gjirin e Durrësit. Para labarin pyet. Tani e mori dhe e hoqi për të bërë pallate. Dakor, pyeti njëri? Jo. Ai pyeti durrsakët të paktën, më mirë shqiptarët nuk i pyeti. Jo. E mori dhe e çoi për ta bërë në Porto Romano, Tani e para ky porti i Durrësit që ishte funksional, a kishe një kosto që ndërtuar? Ato, sa që bërë? Qartë. Tani ne duhet ndërtojmë një tri. Tani kishte disa përmasa ky porti. Ne po ndërtojmë korridorin 8, që të na lidh me vendet e tjera. Për ta përmbledhur, porti i Durrësit kishte 2400 në dijenin time, 2400 metra kalat. 2400 metra vend ku mund të parkoheshin anije, pra të procesoj. 2000 vjetë porto burë tani ishtë disa anije më procesoheshin, disa anije një. Tani, ky porti i ri që duan të bëjnë, ka 400 metra kalat. Po, dhe është shumë i vështira i ati. Tani, 400 metra kalat, janë maksimumi 3 anije. 2 anije janë zakonisht, po maksimumi 3. Tani, ky porti i Durrësit që 80 hektar, në dijenin time,
Ky i Porto Romanos, fushimin e kondenierëve e ka 36 hektar, porti. Ky porti Durrësit kishte terminal pasagjerësh, ky porti tjetër me sa duket s'nuk. Nuk ka. Tani, me qënë se ti e një mirë Greqinë, Mirë. e di sa është porti Pireut? Pireut, e di sa? Jo, nuk e dini për masa, por super port i madh. Në djenin time e ka kalatën, në djenin time, mbi 24 kilometra. Mbi 24.000 metra. Ti po flet për një vend që ka ndërtuar porte që në antikitet. Unë po flas me atë merresh. po flas dhe po krahasoj dy vende në mesdhe. Qartë. Njëri ka korridorin 10, tjetri ka korridorin 8. Po krahason dy vende që ku banorët e një vendi arritur në det, të tjerët në male. Mirë. Ajo që jo, këta të Durrësit me thënë drejtën kanë një 2500 vite në det. Po dhe ata, ata ishin Venedik pak a shumë. Tani. Ajo që po them unë është që nga 2400 metra kapacitet kalate, kur ti bën një gjë të re që mendohet që do i vlejnë 100 apo 150 viteve që vinë, normalisht, logjikisht, nga 2400, ku di unë, e çon 3000, e çon 5000. Normal, do ta rrisësh pak. Po do e rrisësh po, se po bën autostradën për të dalë në Maqedoni e Si shpjegon ti këtë tiku? Po si më ul kapacitetin e portit? Këtë edhe një fëmijë i vogël e kupton që jemi të qartë që është rëshkitje totale, Levi. Tani fajin këtu e kanë gjermanët, që erdhi nga firmat më të mira, e kanë amerikanët fajin që na thon bëheni më të madh. Francezët, Vënsia. Francezët, Vinci që i thon shit. Ajo kompania, disa punojnë s'ka. 200.000. Vënsi, Vënsia. Po, e di më, ata janë lider në shumë vepra aty. E ka GDP e Shqipërisë është më e vogël se buxheti i kompanisë në dijen. Në dijenin time. Tani, si ka mundësi që ti i mbake qëndrim Shteteve të Bashkuara, dhomës amerikane të tregtisë, që t'jemi korrekt me. Se ata bën një letër të Se ata e bën. Po praktikisht interesave të një vendi aleat, që të thon bëje më të madh. Bëje më të thellë. Mor zotri, 8 metra, dëgjoj ti konë dëgjoj. Me 8 metra thellësi nuk ankorohen dot anije të mëdha. Nuk mund të bësh ekonomi shkaue, pra të kesh eficiencë me anije të vogla. Kjo nuk diskutohet. Duan ata që sjellin produkte të mëdha, duan të sjellin anije, ku di unë, 100.000 tonshe, 200.000 tonshe, a e bën dot, që të ketë thellësi, të kesh kalat të madhe, plotësos standardet e NATO-s. Po ti thua që ky e bën këtë gjë, më fal sekond, sepse nuk di apo sepse ndoshta është duke i dhënë koncesion një vendi tjetër. Këtë e di ai. Ajo që di unë. Mos thosha po luan me Greqinë vëlla. Këtë e di ai. Ajo që di unë, me siguri është që në një logjik normale, porti Durrësit nga 2400 metra kalat kapacitet duhet shkonte të paktën në 5000. Të paktën. Tani është sa është tani? 400. Po mos thosha ka ndërmend kanë një projekt që të zgjerohet me kalimin e kohës. Ata mund të kenë shumë gjëra. Po do shumë vite të bëhet, thotë. Jeta jonë është edhe në kohë. Për 2350 ndoshta mund ta kenë ndonjë projekt. Unë jam duke fol për sot ti thua, po kaluan sa vite që kanë. Tashmë këta njerëz mendoj që do kenë shumë jetë mortiku ose Po Ariana, ai porti që të ndërtohet do janë 15 vjet në gjendjen që është. E di molla. Po si më e di, po 15 vjet me e bë. Ka dhe 15 vjet në jetën e një lideri të tillë si ky më. 5 ikën. Do dhe 15 të tjera. Do flasim seriozisht tani. Ajo që më e mbyllëm. Ajo edhe e mbylla. Ajo që po të them është. Çfarë thon tani njerëzit tu? Aleatët po thon bëje portin më të madh. Që të kesh më shumë kapacitete përpunuese. Po. Që të fitosh më shumë. Që të punësosh më shumë. Që të justifikosh korridorin 8. Që të kthehesh në një qendër rajonale të tregtisë. Që të kenë interes kompanitë e mëdha të vinë te ty. Ky do ta bëj port më të vogël se Gumenica, do ta bëj port të një qyteti të vogël. Dakor? Gumenica është e madhe. Është e madhe, më është e madhe, ndaj them do ta bëj më të vogël. Gumenica ka një 5-6 kilometra kalatën. Po e di më. Super qytet është ai, sa i thotë i bukur që është. I vogël, po porti është një super, një çfarë bluje e bukur është atje më. Këtë do të bëj ai. Rregull. Një sekond para sa mbyllim aty. Ta mbyllim me përveç Samsunin që mezi e kemi. Çfarë të duash ti? Ta mbyllim me ChatGPT-n. ChatGPT si të kam. Dëgjoj Arianin, të lutem, më thuaj pak ja me Adriatik Lapajn, më thuaj pak se na duhet kot për info. Kush e ka ndërtuar portin e Durrësit rreth 2000 vjet më parë? Më jep një info, po në shqip të lutem.
kërkon e shketa. Porti i Dorset u ndërtua fillimisht nga kolonët grek në shekullin e 7 para Krishtit, si pjesë e qytetit antik të Dyrakion, i themeluar nga Korfusi dhe Korinti. Iko ikse mërzihet tani, prap dhe ata e kanë bërë, dhe këto. Mos. Ti ngatron një gjë, ke një gabim. Corruption is not bad.